Fatin e kom pasur në kur kom dalë në Zvicër, në fillimet në Bazel jemi shku me Zymerin, edhe mu më kanë qitë në Arav, në Aftringen më kanë quë, edhe aty kom taku edhe Kadri Veselin. Edhe ai sa kish ardhur me Hashim Taqin, aty kom taku rastisht pe pyesën e okon imigras aty në Aftringen. Edhe pyesa shkush që ke adresë, tha se çajun se tha unë çaty. E jemi njoftu me ta në Kadrin, ka qenë edhe djali Dërnic me ta. Sabri emrin e ka pas ai, se ka herë s'po kujtohen. Edhe jemi shkuar deri aty, tani prej aty hyt bile aty shef o konë një kroat o konë aty, edhe na kanë qitë, mu më kanë qitë një krevet me Kadrin. Unë jam konë ka dyt, Kadria konë poshtë. Aty në kanë mojtë 2-3 muaj, pe aty në kanë transferuar në Sofingen. Edhe në Sofingen në kanë qitë bashkë. O konë, jënë konë ka pasë aty, edhe tonë stanë ka pasë azilanta. Kemi najtë edhe një 6 muaj ditë një dhomë bashkë me Kadrin, edhe aty në kanë arë letrat azilantit që i kemi pranu. Kemi marrë banesën në Arav 2. Tani ndërkohë Thaçi kemi na vizituar aty në Sofingen, sa në konë në Aftringen, jemi njoftuar me Thaçin. Edhe tani jemi njoftu ka dalë me Kadrin, edhe jemi hije edhe në rrjedhat në çeke, në shtrinë çlimtarë të Kosovës. Ka dalë jemi artu njoftu herë. Tash Kadria më kujtohet në fillim i interesoj me vetë shokët e mi, kush fa familje kanë, përse edhe Zymerin do ne patë marrë, patë afrua. Më vetë ke mu i interesoj për familje kështu. Unë vetë shka për ato, veç u njoftum pak historinë teme, si kom pas, si familje kem pas, rastet e kur jem rrej me policë, si jem largu aty edhe. Tëni e murë edhe i besimin tonë, edhe i tregum shumë sen, edhe tëni më tregoj, tha si i kemi do shok herë, tha, si janë u qeke. Dikon në konë vitin, o konë pa hiti, dikon që atër ku konë pa vitin 94, fillim 95. Po unë isha interesume me gjithë një partije që konkretisht bën diçka për shërimin e vendit, që është një parti si organizohet, isha i herë shku në ballë kombëtar ka qenë, thamë hajde që aty po nuk na vdok diçka. Edhe pe aty të larguam, edhe tani në fillim me Zymerin. Hala me Kadrin ishim, po hala nuk ishim, ama në fillim mujnë e parë, dytin unë na interesoj me gjithë shqiptarë që janë vëlla apo duhen me organizu për luftë. Tani bëram bashkë aty shkon ai Kadria, shkon bashkë kryesori aty me Thaçin, fatin e patëm edhe unë njoftum me ta,